Tensionohet situata në Prishtinë. Aktivistë të lëvizjes vetëvendosje u përplasën me policinë e Kosovës orët e para të mëngjesit gjatë një proteste kundër bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë, që u paraprin nga një takim i dy kryeministrave Thaçi dhe Dačić në Bruksel, me ndërmjetësimin e shefes të diplomacisë europiane Catherine Ashton. Përkrahasit e vetëvendosjes mes të cilëve edhe kreu i lëvizjes Albin Kurti dhe disa deputet tentuan të hynin brenda ndërtesës së qeverisë së Kosovës, por u përleshën me policinë. Njësitë speciale të saj përdorën gazin lotësjellës për të zbrapsur turmat dhe arrestuan disa prej tyre. Mes të arrestuarve ishin deputetët Albin Kurti dhe Liburna Liu, si dhe disa aktivistë të vetëvendosjes. Albin Kurti u lëndua gjatë protestës nga përdorimi i gazit lotësjellës, teksa tentonte të çante kordonin e policisë. Pak minuta pasi ishte ndaluar nga policia, kreu i vetëvendosjes u la i lirë për t'u bashkuar sërish aktivistëve të vetëvendosjes. Protesta nisi rreth orës 8 të mëngjesit, ku një grup prej 100 protestuesish u përballën me policinë. Ata fillimisht hodhën domate dhe qumësh në drejtim të uniformave blu, si dhe mjete të forta, gure, objekte të tjera në drejtim të ndërtesave të qeverisë dhe kuvendit. Protestuesit hodhën parullat, jo pazare me Serbinë, sheshi është i qytetarëve, jo i policisë. Aktivistët e vetëvendosjes të grumbulluar në sheshin Nën Tereza kundërshtojnë mbajtjen e bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit dhe paralajmërojnë se nuk do të lejojnë që ato të ndodhin.